Trener përveç ti, ka litorët e tjerë. E përmenda që është Lorik Boshnjake, është Deni Kryeziu, mos flasë për emrat e tjerë, cilë ka ndalë pikërisht nga, a mund me thonë lirisht turët e tua, trenerë. Të Deni Kryeziu e kom pasë në mosh pak ma të rritën, ka i mundu me dhonë frymëzim, me përkra, do me fjallë, me motiv që mund është me arriti, mund është më zhvillu si futbolist, edhe Dren Kryeziu është me shumë disiplinë, shumë karakter të fort, edhe ashtu edhe Loriku s'kem dyshime që ka pas një... Te Loriku më të përmen një të vërtet që kur ka në mosh të vogël, ka orë të unë, po në ato pas një viti ka pas familja më janë ndërprej dhe Më ndërprej futbolin, a ke qenë pika motive që ti mos më ndërprej futbolin? Patjetër. Cilat kanë qenë havat që i ke marrë për mos më ndërprej futbolin? Havat kur orë Loriku do në gjatë procesit servitor, po të regon trener, tha, po du me ndërprej futbolin. Pse? U habita pse? Ka pas talent shumë të madhë Loriku, disiplinë. Kur tha gjyshja, tha, po insiston që unë me ndërprej futbolin, sepse do të vazhdoj shkollën. Tash jo, nuk do është të lesh futbolin, po i tregon prindit ton, prindit me ardhë, me diskutu, me tregu talenti, me tregu aftësitë tua që do të më zhvillu si futbolist, patjetër që futbolin nuk ta ndërprin shkollën, nuk të pengon as në mësime. Trener çfarë? Sa e bukur kjo histori, sepse pikërisht ke qenë shkaktari ti, dhe sa daj po i numëron sukseset me ekipa të ndryshme. E vërtet.